Thonë që të merremi me politika ditore sot për përvendime të mëdha që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Para nesh janë dy vendime thelbësore për funksionimin normal të kryeqytetit. Kemi bartjen e mjeteve nga viti para prak me vlerë prej 28 milion eurove dhe votimin e buxhetit për vitin 2026. Në këtë situatë të ndjeshme financiare dhe institucionale, prioritet absolut janë qytetarët e kryeqytetit. Asnjë kalkulim politik nuk guxon të vihet mbi nevojat e tyre. Fondet që po i trajtojmë sot do të shfrytëzohen menjëherë për funksionalizimin e ndërmarrjeve publike, për mbrojtjen e vendeve të punës, për pagat e punëtorëve dhe për shërbimet bazike të kryeqytetit. Në të njëjtën kohë kërkoj publikisht që po ashtu edhe fondet prej 35 milion eurove, ku 25 janë të hyrave tanake dhe 10 milion janë grant qeveritar, të cilat u takojnë qytetarëve me ligj, të cilat nuk kërkojnë procedura në asamble, por vetëm vullnet për miratim nga ministri në detyrë, pra edhe ato të bëhen të mundshme për të shfrytzuar nga kryeqyteti dhe mos të zvarriten më tej shumë, pra sepse janë në dëm të qytetarëve. Këtu nuk mbrojmë interesat partijake, këtu mbrojmë interesin e qytetit dhe qytetarëve.